unë si grua dua të më dëgjohet fjala, nuk dua që publiku të merret me veshjen time, flokët e mia, jam e bukur, as jam e bukur, kështu që për të eliminuar vëmendjen e publikut tek vetja ime, unë mundohem të jem sa më burrore që të jetë e mundur, qoftë edhe në veshje, në mënyrë që fjala ime të ketë më shumë peshë dhe në mënyrë që dukja ime, fuqia ime të jetë më autoritare. Ky është një gabim që unë bëj dhe unë bie gjithashtu në grackën e patriarkatit, sepse do ishte fantastike ose feminizmi më do mua që unë të përqafoj veten time në të gjitha ngjyrat e mia, edhe nëse ato janë femërore, edhe nëse ato janë më pak femërore. Kështu që këtu unë pyes veten, a dua vërtet unë a më pëlqejnë vërtet mua kostumet, apo e ndjej unë vetën me kostume? Ty në fakt të pëlqejnë kostumet? Apo më pëlqejnë mua kostume sepse unë me kostumen e ndjej veten më të rehatshme dhe ndjej veten më të fuqishme. Unë mendoj që mua më pëlqejnë kostumet, por kur kam filluar të vesh kostume, ka qenë një strategji që unë kam bërë, sepse doja që publiku të bazohej tek ajo çka thoja unë dhe tek jo si dukesha unë. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.